ose kur thot Zagarica, e Kudrana, e qartë do lloj fjalori, se marrin seriozisht. Samia nuk është LDK-ja dhe LDK-ja u bizit. Se marrin, jo, do të thonë unë mbi potencialin që mundën partitë opozitare me shfrytëzu. Unë thash, mostrat e mia nuk janë se më thonë përfundimtare. Me shtokun vetë vendosje, që sti merë 150.000 vota, 120.000 vota që shtu. Jo bre, Valen, a din cili është dallimi. A din cili është dallimi. Se erën e kaluar, më për shembull e kena përmend, ti the që pse Sami Kurteshi kur po thotë njëjtë nuk po i kundërvijën ose s'po ka kundër efekt. Se Sami Kurteshi dhe Sami Shtaku janë dy Samia, po janë të ndryshëm. Sami Shtaku kur kërcënon dhe Sami Kurteshi kur kërcënon është tjetër gjë, apo jo? Prandaj njerëz edhe me votë, edhe me frikat e tyne, thënë a din qysh. Unë ati s'kom qa mi bo, po me votë e di qka i bo. Jo, unë e me bo. Unë e kërshnuaj, s'kishin të të pe i bëni njerëz gogola. Ja, s'ishin do lesë. Nërësh është me të kërcnu Sami Shtaku, nërësh Sami Kurteshi. Me përdor gjutë ashpër. Kur ju ka kërcnu dikuj Sami Shtaku, aja ka fry eshnat, aja ka fry kryt, qa i ka bo. Me përdor gjutë ashpër. Gjua e ashpër është një lloj intense për me mbrit diku tjetër, apo jo? Jo, adin qysh. Është e pasinqert kjo. Në rregull. Unë mendoj që Sami Shtaku duhet me qenë kryetari i PDK-s. Unë mendoj që kryetari i PDK-s duhet me qenë Sami Shtaku, edhe PDK-ja me vazhdu atë tradit ose atë çka përfaqëson Sami Shtaku. Sa kam bindje. Pra që du me pa mirë PDK-n, unë me që është kryetari me qenë Sami Shtaku. Amo kalzo kuj që i ka po konkretisht? Vazhdoj tu. Se s'po kalzën, Dibran, që i ka po dikuj konkretisht? Thash, që i ka po. Që i ka po ka qërë komandant lufte, apo jo? Kur kërcnan i liri, mos u tut, kur kërcnan valoni e ruju. Ti besën që... Kalzo që i ka po. Jo, unë e zdi, kalzo ti. Kur përdor Sami Shtaku gjutë ashpër ti përmenen që njerëz nuk e marrin seriozisht. Amo kalzo se jeni mësu që shumë e rëndor që tu. Krejt deklarimet publike. Krejt deklarimet publike të Sami Shtaku dhe tashra edhe në kufi të kërcimit. Kush janë këta nami leju, kush janë ata, kush janë ta Kudrana, ta Zagara, ta Zagarica. Saktum qka i ka bo. A jenë gjeni me thonë? Mjafton me pas qasi, mjafton qasi gjuhe me pas, kjo është manipulim qka e ka bën. Qasi loj gjuhe. Kjo manipulim. Unë e tash, me që ju po besoni, e kërcnimet, e poshtnimet që vinë prej krejt strukturave të vëvës. Kërkush ti merë seriozisht qëtë? Tashon. E të Samis, pëse me morë seriozisht? Po që i ka bo dikuj, anë i ka reputacion për qatë punë. Po që i ka bo dikuj, a ki amen konkret? Ja, nuk kam e mënë. Atëherë nuk qëndron kesa po e fletë. Sami Shtaku është njeri shumë i moderume, i qytë të ka gjutë të kujdesme po ashtu. Nuk fletë shkelet në bate. Me kalzu kuj qka i ka bo. Ti po të vleo, veç ti si sinqert me pranu që Sami Shtaku kur ka gjutë ashpër është edhe potencialisht të rrezikshëm. Unë nuk kalzo të përvada të këtë hajdukat edhe vendosis që s'kan efekt në ka ka. Unë me lej që s'është sinqert. Unë s'kom më pa shqecimi më? Jo, di që s'ki shqecim dhe se me fos shqecim. Po s'ka shqecim të juve se i kini ndru 3 vena, i nikon vetë vendosje PSD, LDK të në vini dhuni vëlla, Sami ja i kofojt, ju, të bënu ju, ju që për dëni, se s'mënësh, ti të bo, unë jam opozit për 2005-ës, dhejme vendosës, edhe unë e pi fërt mirë, kushe ka, po, unë e menaj, që në ka po krejt, rriqet so, nëse ekonomia qështje, Filan Fisleku, kur të kërsnuat rruju për ti, dush me kalzu, kuj qka i ka bo. Hajtë se edhe ramize për të kërgjishtë, edhe mi të Përnëshë është spekulim, është e pas sinqert, është fake news, është apretu. Apo më shtë e lipi 2 minuta, hajde t'ja. Gati 45 minuta si këmë dërgjë kërkuj. Që 2 minuta, e fundit kaj. Tash me i prej degën ku jom të najt edhe vetë, edhe ku jemi të najt na, apo jo, roli jonë si opinionista, analista. Na duhet me marrë rol dhe përgjësile në këtë farë situate. Na kemi shqetsim dhe kemi kritika. Unë vetë kom kritika ndaj vetë vendosit Albin Kurtit dhe kur e shohim që prapë ka këtë fuqi elektorale, diçka të ndotu. Pra kur vjen opozita këto, na i them opozitës mirë jeni të bo opozit. Kur hup, ja s'kini ditë me bo opozit. Pra diçka s'është rregull me neve. Apo jo? E para, e dyta,
na nuk mujmë me unë S'fol për veti. Për veti, unë si di bran. Unë si di bran, po. Unë si di bran, kom shumë përgjithësi, si analist dhe opinionist, mbe qëndrimet e mija që s'ku mujtë me alon shajeve të vendosjes. Unë s'ku mujtë me alon shajeve të vendosjes. Veç mediat jënë me të pa i shkin. Unë po foli për veti. Unë po foli për veti. Shoj Mandjuka, shoj ti mediat, shoj aj, shoj kë, qa. E ti s'po mblen, do më thënë unë me marë përgjësi për veti. Qa me bona ta? Na këtë me donë vetë vendosje që nuk botë mira? Ja. S'kile voj me do, se i ko 500 minuta. Edhe PDK-ja me donë vetë vendosje, jo në zdaj. Bo pro PDK puna vetë vendosje, se të bërit opozit, është një rjet i bardhonjeve për gjatë dhe likume. Pra është edhe opozita. Na quhemi opinionistë. Na jepëm opinione jepëm. Opinione jepëm. Për shka? Për shka dolim na, që po të kadzej? Për shka se kem një përvoj të gjatë nga gazetari. Kjo është du me konë në shërbim të diçka, e kësë mundës me konë në vetë vete me qëndru. Që merën që 25 jetë me gazetari. Në shërbim të qkaja është kjo. Pej zgjedhjeve të para në këtë vend, mas lirimi që kanë ndodhë, e deri sot, që kjo backgroundi jonë i gazetarisë, që kjo na jep të drejtën me dollë, edhe me komentu në gjojret politike. Po që s'ka kuptim me drejte, veç me komentu diçka. Ti mundesh me hima në një dhogë, me 4 mura me komentu. Të jepje opinioneve tona. Na nuk jena strukturat partisë, as nuk vendosim. Qa bojnë mediat? Ka 5 pyetje me një herë dhe s'melini një përgjigje me Kënë grati ka rëmë shumë të vendosis për njët kestar. Unë në fillim të misionit tash. E kena mështet opozitën, personalisht e kom mështet, me shpresën që bojnë diqka. Qëllimisht e kom mështet, me shpresën mos me i dëmtu. Këta kanë dështu 4 vjetë, dështu në vitin e fundit, edhe ma keq, nuk kenë gjendje, shkoku Lumira Biçikut, i cili thëj ke, populli s'm ka votu me ne të opozit. Ti i lirë s'ki po opozit, heqa. Populli s'ka votu me ne të opozit, para me ndo. Qysh më në thët njeri kështu e, pa i dhonë na përgjigje. Funksionit dhe rolit ton, normal që s'muna me marë përgjësi. S'kom kur farë përgjësi unë e heq. Unë bëj opinione. Mere ti për veti, nëse ti me nënë që ke posë. Qa që për veti? Jo, unë s'kom pas, unë po thëmë që s'kom pas. Nuk kena përgjësi na. Që po thëmë për veti, për veti. Musonim fajti që kritikone vendosi jëtë Mandjuka e ata tjera. Që tentative ty në është, tash edhe trupën e fundit me delegitimu. Ajo, asë qështi këto. Unë ka ma shumë se një vjetë, godi 2 vjetë s'kam kur fa kontakti, nuk është qështja ajo. Qështja është kjo, që ti, kur e merë rolin, kur presupozon, që kini loj ndikimi, ndikimin të nuk e bën për hirët vetë vetës. Opinionin, si analist, nuk mund është me dhënë për hirët vetë vetës, se ashtu mund është më mshelë mërna 4 mureve, edhe me dhënë për japë një opinion. Për ti, opinionin e jep, a ke ndalu të në jep, a ke ndalu të kënë me tonë protest që ke organizu ti me këta tjerë. As njën, bile unë ftesë publike u kona jo. Me bo një aksion i diqka, a ke ndalu a kënë me bo diqka.